Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën e cila sondesh në mbrëmjen e 18 vazhdon me të njëjtin ritëm. Debati në media ka qenë ditët e fundit, ka pasur më shumë apo më pak. Megjithatë, fakti është që protesta vazhdon, por çfarë do ndodh më pas, më tej, si po vazhdon organizimi, a do të ketë ndoshta një përkthim në një lëvizje apo si do të kanalizohet? Sot do të zhvilloj një bisedë me zonjën Ira Kurti. Ira, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar në emisionin tuaj. Faleminderit, ju mora shkas për t'ju ftuar, duke qenë se ju keni qenë, vazhdoni, pra jeni pjesë e protestës në ditët që po zhvillohet në Tiranë, por për më shumë çfarë po ndodh aty tek ai rreth i ngushtë dhe si do të vazhdojë për te mbledhjes e ndryshimit të orarit që sonde është në orën 19 për shkak të temperaturave, po diçka tjetër konkrete, si do të vazhdojë protesta? Kjo protestë tash ka marrë për masa mbarkombëtare dhe një grup i vogël organizues ose jo organizues që nuk ka emër kjo protestë, nuk mund të vendosi për fatet e vazhdueshmërisë së kësaj proteste, sepse kjo protestë është bërë në shumë dimensionale, sepse nuk është tash thjesht vetëm ruajtja e ambientit apo ruajtja e pronës nga zaptuesit dhe nga tjetërsuesit e titujve me falsifikime e tjerë. Kjo është një protestë që ndoshta për mua, për shembull, që ka filluar që në 2018, kur dola për herë të parë për të thyer frikën edhe për të treguar shqiptarëve mos jetojnë me frikë. Kjo protestë ka shumë kërkesa, sepse ne dhe kemi hasur gjatë këtyre 36 viteve, se nuk mund ta them vetëm për pjesën e fundit, kemi hasur dy standarde të trajtimit. Një standard ka qenë për të privilegjuarit të klanit të tyre, të kryetarëve të partive, dhe një standard ka qenë për ne të tjerët. Ato janë vetëm 2% e popullsisë. 98% e popullsisë vuajnë për gjërat më elementare. Kështu që një protestë që u nis për zvënesin, por në fakt kishte pakanësitë 37 viteve. Ajo ishte vetëm shkëndija e çakmakut që mori flakën. Sepse për shembull unë jam shumë paqësore, por në momentin që unë pash atë lloj dhunë nga individ të veshur me të zeza, ai mesazh aty ishte që shteti ka rënë, që polici nuk di të bëjë detyrën. Polici u dhunua vetë se mori atë lëngun djegës në sy. Pra, aty ajo deli me gjëmba, aty kishte brenda asaj, vetëm asaj fotografie kishin shumë mesazhe që shteti ka rënë, dhe shteti nuk është aty për qytetarin. Edhe automatikisht u ngjall ajo ndjenja e revoltës. Edhe në atë moment, fal Zotit, njerëzit u ndërgjegjësuan që thanë, jo, boll është boll, dhe enough is enough, dhe tani u bashkuan dhe kënaqësia ime kur ka marrë pjesë në ato protestë ishte sepse ishin të gjitha grupet bashkë. Unë jam një natyrë shumë paqësore dhe që e kam miq të gjitha llojet e grupit dhe kam dashur të sjellja bashkë. Kam organizuar vetë me financimet e mia kur u ktheva nga Kanadaja, se pash që rinia nuk e njihte identitetin tonë kombëtar dhe po mundshin, më dukte se kishin humbur vlerat edhe virtytet e arbërore tona. Dhe organizova një kuvend, identiteti ynë kombëtar, nuk ishte kuvend politik. Dhe ftova nga të gjitha grupet, qoftë nga politika, shkova ke akademia, dhe ato thoshin, po erdhi ky, nuk vi unë, po erdhi ky, ndërsa kjo protestë, të gjitha këto grupe që bënin gishtin që po erdhi ky, unë nuk vi, dhe të gjitha ato janë në atë shesh. Dhe lind pyetja, sepse teoritë konspirative kanë qenë shumëta, edhe nga qeveria, kush i bashkoi gjithë bashkë? Unë
Dëgjoj, të gjithë bashkë vjen një pikë, si uji që ka pikën e vetë të vlimit, në 100 gradë uji do vloj e do bëhet avull, them që edhe kjo kishte pikën e vetë të vlimit, sepse ne kemi, unë për veten time kam 8 vjet rresht që shkruaj, jam aktive, u tërhoqa zvarr vetu në 2020. Nëse e mani me 9 maj, që dola në protest kundra diskriminimit të moshës, që talleshin me ne që nga kjo moshë do dalin këto orar, edhe isha kundra që dola kundra vaksinimit të detyruar, që njerëzit kishin frikë. Kështu që unë e provova se si uniforma shkeli ligjin. E provova mbi kurriz, prandaj unë nuk u binda, sepse po në qoftë se uniforma do ishte sjell korrekte, unë do isha bindur, do kisha lejuar shoqërimin, por uniforma shkeli ligjin. Dhe prandaj unë kur arrita në leqë më morën në mënyrë që është lishme njëherë me ambulancë kundër vëllëntit tim. Por kur arrita atje unë ja shpjegova se kë liq kishin shkelur dhe si, dhe prandaj ato u falën gjithë gjobat shqiptarëve dhe Shqipëria u hap. Sepse në qoftë se neve do kemi një qendres, do e argumentojmë ligjërisht, nuk ka perëndi të na thyej. Por Ira, për gjithë ata që nuk e kanë kuptuar akoma ose kanë interes për ta mësuar, si funksionon mbledhja, organizimi juaj, kush qëndron pas te mikrofoni, si bëhet dhënia e fjalës aty, sepse këto ditë kemi pasur dhe postimet shumëta në rrjetet sociale, disa thonë edhe fjalën, disa jo. Për mua ka qenë për veten time, ka qenë enigmë kush e pruri mikrofonin dhe kush ishin ato djemë, se ishin të panjohur për mua përveç Benit edhe Andit, të Lenës e Gent Prognit. Por ato dhe çuna të tjerë unë nuk i njihja. Biles ishin disa, ishin edhe arrogant, edhe që nuk i njihja, dhe donte të më daloni edhe të flisja. Ishte edhe një grua kaçurrelse që unë prapë edhe atë se njihja, po ajo u shpreh që më njihte mirë. Kështu që për fonin unë pyeta që duan të dhëna eksakte kush ka blerë vonin, dhe pastaj më thanë që kanë mbledhur fonde me njëri tjetrin edhe e kanë marrë këtë foni, por pse ato kanë prur fonin, nuk janë ato menaxhuesit e protestës, edhe nuk janë ato, si thosh, shefat e ndonjë gjëje. Ato thjesht po mundohen që të kanë bërë të gabime, sipas mendimit tim, sepse ai 9-vjeçari që doli dhe foli me fjalë fyse për kryeministrin e vet, për mua është e papranueshme. Para punës, moshën 18 vjeç, nuk duhet i dhënë mikrofonit të flasin për gjëra politike, ku ka pjekurin një fëmijë që të flasi, që nga tresa e fëmijëve në atë protestë për të folur, se ato mund t'i marrin me vete. A kupton se s'kan ku i lejnë? Thjesht për këtë, po jo ti japësh mikrofonin fëmijës dhe të thotë fëmia. Ajo ishte një gabim ajvajtja në Rinas? Apo ishte kur? Unë nuk jam në pozitën të gjykoj asnjë se çfarë ndjen të bëhet. Për mendimin tim, shpërndarja deri në Rinas edhe ajo lodhja e protestuesve, errësira që mund të lejë shkak për dhunime, që dëgjova video që ishte dhunu për shembull njëri atje, e tjetri nuk më duket shumë e menduar mirë, por të thash edhe njerëzit duan që të tërheqin vëmendjen e sa më shumë vetave dhe ndoshta prandaj e kanë bërë këtë, po nuk kanë qenë e mendimit që duhet të shkojnë deri në Rinas në këmbë, unë për veten time. Mendoj që duhet të ndryshoj protesta tani, do të marrë një tjetër formë, pra ndoshta edhe vizit mirëdiet apo sepse pra aja të qëllimi me këtë sheshi tani duhet të mos bjerë në atë grackën e normalitetit?
Të i përgjigjem një herë asaj pyetjes që thënë për radhën e të folurit. Aty është vendosur dikush edhe kush do të flasë, regjistron emrin dhe flet. Pra, mikrofoni ka qenë i hapur për të gjithë. Edhe neve i dam prioritet disa ditë njerëzve që kishin ardhur nga jashtë kufirit, nga diaspora siç e keni dëgjuar dhe vetë. Edhe jemi munduar që ne që kemi folur një herë mos të flasim prapë. Mirë po, protesta duhet arrijë në një stad tjetër pa diskutim. Ne po presim të vinë nga emigracioni dhe figura të tjera që kanë organizuar protestat në për vendet e tyre, që tash po do i bashkohen protestës së Tiranës, sepse neve na duhet demokracia çfarë është? Demokracia janë numrat. Kështu që neve na duhet të shtohen numrat që me numra dhe me votën e të gjithëve të rrëzojmë këtë qeveri dhe jo vetëm këtë qeveri, por këtë establishment, këtë pushtet të centralizuar të këtyre dy kryetarëve të partive. Unë nuk jam duhet ta bëj shumë të qartë për të gjithë shikuesit tuaj që unë nuk jam për thirrjet populiste Ramamburg, Berishamburg, sepse nuk jemi në gjykatësit që duhet i bëjmë të, por kjo është simbolike. Kjo thirrje e protestuesve është simbolike. Do me thënë që këto të hapin rrugën, sepse për gjitha këto keq trajtime, për këto dy standarde që janë ndjekur gjatë gjyre, ju të dy jeni përgjegjësit, edhe prandaj neve po ju akuzojmë, po nuk i çojmë neve në burg, i çon drejtësia. Por ato janë, thash edhe një herë, thirrje simbolike, për të cilat neve po i akuzojmë ato për këto keq qeverisje që kanë dështuar. Pra, një klasë politike që ka dështuar të ngrej shtetin e së drejtës, që na kanë marrë të drejtat tona të zgjidhemi e të zgjedhim duke ndryshuar sistemin zgjedhor në 2008 me marrëveshjen e tyre. Ku i gjetën ato hapësirën ligjore të bënin këto ndryshime? Nuk e kishin. Pra ato me pa të drejtë, pa ja dhënë këtë të drejtë atyre, ato na hoqën referendumin, ndryshojnë sistemin zgjedhor, të thanë vendosim ne për ju dhe ju s'keni nevojë të mendoni për veten tuaj. Drejtat e juaja e di unë, e zgjedhun atë kandidatin, jo vetëm zgjedhni partinë se e bëjun listën. Po ai deputeti që do nuk e di kush na përfaqëson neve në parlament. Ai deputeti atje do mbrojë interesat e mia apo të kryetarit që e zgjodhi. Sa ai thotë, nuk të prona këtu se unë të heq. Me që më dolët tek deputetët, ka qenë kjo Koçeku Mariana, pasi u largua nga grupi PS-s, bëri një postim me Flamingo, ju bashkuar realisht protestës në shesh apo kishte simbolike atë? Unë nuk e njoh këtë. Nuk e njoh. Kështu që me thënë drejtën edhe s'kam pas kohë që shoh lajmet sepse kam. Besoj keni lexuar reagimin e saj sot që më duket e shkërcënuar, ka bërë një paralel. Jo fare. Unë jam kërcënuar edhe unë. Unë jam kërcënuar 2 herë. Para disa vitesh jam kërcënuar nga një bandit që do më vriste, ndërsa para dje jam kërcënuar nga Plumpi Linçi që do më eliminoj dhe do më tërhiqë zvarr. Gjëra që kur nuk një njeri i dhunshëm është sepse bëhet i dhunshëm kur ai nuk e ka forcën e mendimit edhe të argumentit. Megjithatë, ju thoni që do vazhdonin të protestonin. Protesta nuk do ndalet, se tash edhe një herë është punë numrash. Është punë numrash. Punë numrash, ju prisni realisht që të vinë diaspora nga jashtë, pra prisni të vinë avionët nga Rina. Ne presim sepse këto janë të planifikuara. Me fjalë, unë jam një nga koordinatorët me diasporën dhe po i presim, do vinë shumë nga diaspora dhe pastaj unë kam sugjeruar dhe shumë shokë të tjerë, shoqet të tjera që kanë një aftësi argumentimi dhe mendimi, që të krijohet një kuvend kombëtar, të bëhet një kuvend kombëtar dhe ku të dilet me rezolutën përfundimtare, sepse ne që kemi dalë në shesh, neve e kemi hequr nga puna kryeministrin tonë. Jo se e kemi hequr ne, hoqi vetën.
duke mos u bërë kryeministri të gjithë shqiptarëve, por duke u bërë vetëm kryeministri i vetëm i klanit vet. Pra ju thoni që protesta tani, tek ajo që ju pyeta dhe pak më lart, të marrë një kurs tjetër, pra të përkthehet në institucionale. Po të krijohet një kuvend. Çdo gjë, dëgjoj. Unë kam lexuar dhe ndejta aktive, kam lexuar një status të avokatit Spartak Ngjela, ku thonte që çdo njeri që do të bëjë një kryeministër, ta vendosë një kryeministër pa votën e shumicës, është shkelje kushtetuese. Dhe unë i shtrova një pyetje avokat Ngjelës. I thash, më fal, i thash në kushtet kur sistemi politiko-ekonomik është i kapur, ti nuk ke mundësi që të nxjerrësh një shumicë, sepse e kanë kapur 2 kryetarët e partisë. Edhe në këto kushte, si i bëhet, sepse unë mendoj, unë nuk jam juriste, kështu që këto kemi plot juristë të mirë që do ta vendosin këtë. Unë mendoj që ne jemi para një gjendje të jashtëzakonshme, sepse popullit i është hequr çdo e drejtë, i është hequr referendumi, presidentit i janë hequr të gjitha kompetencat, po thuaj se është thjesht një i vetmi që nuk ka reaguar në Shqipëri ka qenë ai. Aty e kanë hequr gjitha kompetencat si president. Në mënyrë simbolike. Kompetencën që kishte të jepte medaljet, edhe ato ja ka hequr, ja ka dhënë vetes vet kryeministri. Kështu që ai është thjesht një kukull, por mua më uroj që presidenti jonë, duke qenë një mjek dhe një ish ushtarak, duhet të gjej forcën e karakterit të vet, sepse ky vend ka nevojë për mjekësinë, për kurimin, por ka nevojë dhe për forcën e karakterit. Dhe ai president, sepse ky ka qenë një nga mbledhjet që bëm neve, ky ka qenë propozimi im, që neve të mbledhim firmat dhe t'ia dorëzojmë presidentit që të bëjë dekretin për shlirimin nga puna të kryeministrit dhe kabinetit të tij. Por më thanë sa bën dot ai presidenti, edhe nuk kanë dakord pjesa tjetër me këtë. Po unë për veten time kështu doja një zgjidhje, sepse presidenti është ai që garanton marrëvajtjen e një vendi dhe dekreton kabinetin. Kur ty popullit është çuar në këmbë, sepse këtu nuk ka kulturë demokratike, kur plas një skandal ai të japi dorëheqje. Këto kanë ngritur kultet e individit. Një nga arsyet pse unë dal protestë është se jam kundra kultit të individit. Kush jeni juve që po mos jesh ti, do maro ka Shqipëria, po mos jetë Berisha, maro ka Shqipëria. Jo. Ka perla ky vend. Ka tek perlat që ju thoni, a ka figura kjo protestë që mund ta mbanin prap peshën e shtetit? Ka një ekip aty? Absolutisht. Dhe nuk janë me 1, me 2, me 10. Ju bëra këtë pyetje sepse kemi parë partitë e vogla që kanë vetëm kryetarin, drejtuesin është ai për të gjitha. Prandaj propozimi jonë ka qenë për një qeveri teknike, nuk ka qenë për partitë e vogla. Ne duam një qeveri teknike vetëm me anëtar që nuk janë të përzierë me parti. Ato mund të jenë, me fjalë mund të kenë qenë me një parti, për shembull nëse janë të aftë për punën, por që jo që të jenë të korruptuar, që kanë treguar integritet. Kush do jetë kryeministër? Keni një emër në mendje që mund ta bënte atë punë? Shumë interesante si pyetje. Është shumë interesante, sepse unë në biles kanë qarkulluar disa fleta falso që gjas me Marin Mema për kryeministër, që unë e njoh personalisht dhe ai nuk e merr përsipër këtë gjë, por për mua, që unë e du shumë Marin Memën, edhe e vlerësoj punën e tij, ai është një figurë arbërore për të bërë bashkimin kombëtar, po jo për kryeministër. Kështu që unë e para nuk do ta sugjeroja. Dhe këto është një koncept i gabuar në Shqipëri, që duhet të thotë dikush tjetër që ti do jesh kryeministri i Shqipërisë. Jo. Kur shkon me gjithë punti,
ti nuk i thu apo merr në punë finalin se është shumë i mirë. Ti shkon dhe tregon vlerat e tuja. Kështu që unë kam hedhur kandidaturën time dhe për të bërë rolin e kryeministrës së Shqipërisë. Jam e pashatëruse, kam marru financat me 10, kam marru në travel tourism në Kanada me honors, më kam bajtë asistente pedagoge, kam dhënë mësim atje, kam punu në financë, kam punu me fondin monetar, kështu që unë kam hedhur kandidaturën, po unë e di dhe i njoh që ka njerëz shumë më të përgatitur se sa unë, me eksperiencë ndoshta shumë më të mira se sa unë, por nuk kanë guximin tim që të dalin haptas. Atëherë, unë i kam thënë kështu. Se i kam bërë propozimin, unë do doja të propozoja ty, e merti do të përsipër, sepse si mund të japim ne një detyrë dikujt edhe të qohemi ne të apëtojmë këtë du, kur ato vetë nuk e ndjejnë që mund të bëjnë punën e kryeministrit. E kupton konceptin? Dikush kur të emron, edhe dikush që aplikon për këtë detyrë. Që unë i kam nxitur në këtë, duke i thënë këtë, jo se kam unë këto iluzionet apo dua karrierë, se unë kam dalë në pension që është e vërteta. Por, nëse atë t'i duhem, unë do kontriboj me të gjitha, sepse... Në qoftë kjo do bësh realitet, shumë punë keni përpara, nga do t'ja nisni? Unë do t'ja nisja e para, që do t'ja nisja ishte me vendosjen e minimumit jetik për shqiptarët. Sepse shikohet që njerëzit tu janë në dy ekstremet. 2% që ka çdo gjë dhe s'di të bëj me paratë të tjerët që nuk po nxjerrin dot, nuk mbarojnë dot as javën, jo më muajin. Me fjalë me pensione qesharake, me rroga, me çmimet që rriten, kështu që gjëja e parë që do bëja, do të caktoja minimumin jetik. Do veja kontrollin mbi përmbrojtjen e konsumatorit, që kemi 36 vjet që neve nuk kemi një kontroll. Biles ministri a bëri një gaf, si mund të ishte ajo ministri duke thënë që ne jemi në ekonominë e tregut, çmimet mund t'i vënë se të duan. Jo. Me fjalë, ajo është ministre dhe nuk ja ka iden se si ta mbroj konsumatorin dhe se si bëhet kjo gjë. Kështu që këto janë gjërat e para, sepse prekin njerëzit direkt në ekonominë e tyre. Unë dua të forcoj individin, të forcoj ekonominë, të bëjmë një stop pastrimit të parave, sepse eminencat që vinë nga diaspora, këto i shkatruan, nga që kanë shpenzuar dhe abuzuar aq shumë. Keni njerëz të aftë, ndjesira se po një njerëz të tjerë që besoni që mund të bëjnë dhe punën e kabinetit, se një kryeminist ka dhe kabinetin. Po sigurisht, prandaj po them që unë njoh aq, se unë kam 8 vjet që punoj, të takoj aty dhe thoja më jep 3 emra që s'janë korruptuar dhe që janë të aftë. Dhe i bëja intervistë dhe kështu i kam njëjtë. Ato 3 që i njihja, i thoja më jep 3 të tjerë dhe punoja nga 7 e mëngjesit deri 11 natës duke i njohur njerëzit. Kështu që këtu kur kam thënë unë para që kam dalë ke një intervistë në RTSH, duket dhe thënë ky vend ka perla, po ju nuk i shihni. Shumë nga ata kishin frikë të dilin në media, edhe skandal kurras në media, sepse nuk duan fare të ekspozohemi se këtu të mallkojnë për hiç gjë, të shajnë për hiç gjë, edhe prandaj neve pse duam një Shqipëri të re? Shqipëria e re duhet të ketë një mentalitet të ri, që fillon qysh nga mendimi, mënyra se si flasim. Kanadezët thoshin kështu, mos e hap gojën nëse s'ke diçka të mirë për të thënë, ose diçka me vlerë për të thënë. Kështu që këto gjëra, këto janë Shqipëria e re. Po neve kemi pasur politikanë që kanë sharë me libër familje, që kanë ofenduar, që kjo nuk është ajo që duam neve. Ose që i vlen këtij vendi. Kështu që ne fillojmë me mentalitetin e ri, me fjalorin e ri, progresiv, pozitiv, inkurajues. Pra, një lider i mirë nxjerr në pa virtutet më të mira tuat. Jo. Pastaj i bie që do kishim edhe gruan e parë kryeministre, se deri tani vetëm burra kanë qenë.
Aq më tepër, prandaj unë kam hedhur kandidaturën time, sepse thash edhe një herë, unë ndjej që e bëj. Çfarë është e gjithë Shqipëria? E kam thënë edhe në intervista tjera. E gjithë Shqipëria është 1/3 e një qyteti në Kanada. 1/3 e Torontos. Po me Ramën edhe me Berishin çfarë do bënit pasi të bëshit? Unë jo, me ato do merret spaku. Nuk kam mbaruar spaku, janë dosjet atje. Unë do t'i thoja dhe njërit dhe tjetrit. Pra dhe kjo do ishte kultura e re për një Shqipëri të re dhe për një të ardhme të re. Faleminderit për që bët aq sa ditët, tani hapni rrugën. Pra, duke i falenderu, qofs për aq pak sa kanë bërë. Pastaj, a janë fajtor, a kanë bërë krime, a kanë abuzuar me pushtetin, ato duhet t'i zgjidhë drejtësia, jo mund si kryeministre e ardhshme për shembull. Ky duhet jetë kultura demokratike. Ndaja e sistemeve, pra. Po, edhe këto njerëz të përgatitur, unë do t'i mbaja si këshilltar në kabinetin tim, vendosjen e kabinetit për çdo ministri, kush do jetë ministre, nuk do ta zgjidhja unë. Nuk do ta zgjidhja unë, megjithëse do isha unë kryeministër siç është tash, por unë do kërkoja ngritjen e akademive për çdo fushë dhe akademikët vetë të nxjerrin figurën dhe akademikët vetë të kenë zërin figurën që do të jetë drejtuese e ministrisë dhe apo akademik nëse e shikojnë që kjo figurë nuk po i shërben atë dheut edhe ekonomisë së vendit, ta heqin po ato akademike dhe ta zëvendësojnë në tjetër. Po, Ira, nuk vlerësoni asnjë nga opozita apo qeveria tani ndonjë figurë që juve ju bën përshtypje? Kjo do merret për shembull, do mbanit pjesë nga opozita kush është i papërlyer? Kush është i papërlyer? Ka opozita. Nga opozita, një nga qeveria që juve thoni që këta janë ndryshe nga të tjerët. Nga opozita unë mund të përmend shumë emra, edhe megjithëse jam mirë me emrat, por e pse në lezim. Një figurë e pastër, parimore, nuk i bjen fjala në tokë, është matematicien. Kështu që po qeveria ta gjeta një. Ndërsa nga socialistët do të rekomandoja Irena Beqira, që ka qenë zëvendës kryeministre, por u largu nga ato sepse është ka qenë, po është largu, është pedagoge tani. Kështu që do rekomandoja ato. Do rekomandoja Neritan Sejameni, që është një figurë prap tjetër solide edhe e përgatitur me këto. Po këto individ duhet të vetë afrohen, këto individ duhet na mbushin neve mendjen, siç po flas unë tash me ju, ty mbush mendjen që unë mund ta bëj këtë rolin e kryeministit, këto individ duhet të dalin dhe të flasin para njerëzve, para popullit dhe të thonë nëse më doni, unë jap kontributin tim edhe si kryeministër, edhe si ministër, edhe si këto. Këto duhet të vetë afrohen, sepse ka hikur koha e emrimeve, ka hikur koha e kësaj. Duhet të dalin njerëzit që e ndjejnë që e bëjnë të punë dhe të dalin. Dhe të bëhen 10 emra, 100 emra, të vetë referendumit të votoj populli këtë don ta drejtoj si kryeministër. Po duhen të jenë 10, 100 veta, po le të themi 10. Le të jenë 10 veta të aftë që e duan dhe e besojnë ke vetja tyre që mund ta bëjnë rolin e kryeministrit. Ky është mendimi im. Ai duket i drejt apo si duket i drejt, më thoni juve, më thotë edhe audienca juaj. Unë nëse ju do keni një mesazh të fundit, sigur bët gjithë këtë pjesë të bisedës që shpallët pra që mundet ta bëni atë punë për atë postit të kryeministrit. Çfarë mesazhi do keni? Për ata që ju dëgjojnë në protestë, qytetarët, a keni një mesazh të fundit për ta? Që kur mos jetoni me frikë, është emocioni më negativ që mund t'i bëni vetes dhe e lejoni entitit të t'ju zaptojnë atë që ai Zoti ju ka dhënë.
Zoti ju ka dhënë shpirtin edhe vetëm Zotin të keni frikë. Të tjerët mos jetoni me frikë. Qoftë edhe kur ju heqin bukën e gojës, mbajeni mend se kur mbyllet një derë, hapet një dritare. Dhe kur hapet një dritare që ju ka hapë Zoti, si thush, gjëra do t'ju heqin. Nuk më tha diçka në raport me Shtetet e Bashkuara si do vepronit edhe me por edhe Shqipërinë, Serbinë, Greqinë këto. Absolutisht me të gjithë popujt e botës, me të gjithë njerëzit e ndershëm dhe pa korruptuar të botës, ato kanë mbështetjen tonë siç kemi edhe ne mbështetjen e tyre. Me Greqinë, neve kemi kërkuar si atletar dhe kemi protestuar për heqjen e ligjit të luftës dhe do të vazhdojmë ta kërkojmë atë derisa ajo të hiqet. Duam shumica e shqiptarëve i kenë në Greqi e në Amerikë. Amerika është aleati jonë i gjithmonë, por kjo nuk do të thotë që njerëzit e ndershëm në Rusi, se unë kam gjithë ato familje ruse që i kam komshi, ukrainëse. Pra, neve nuk kemi gjë me as, kjo ka qenë një politike vjetër që ndante njerëzit në për fera, në për shtete, me kufije, me kështu. Neve jemi për të gjithë njerëzit e ndershëm, me fjalë unë ndaj njerëzit e kësaj bote në dy kategori, të korruptueshme dhe të pakorruptueshme. Ato që ja kanë bërë shpirti i shejtanit edhe ato që nuk do të rëzohen kurrë. Më dukeni se nëse do ndodh ajo që ju dëshironi do veproni me dorë të fortë të hepurt. Kjo nga më duket sigur kjo nga ligjet e para 90-s do riktheni për ta mbledhur vendin. Unë i kam të dyja anët. Kam edhe nurturing, atë se jam nën shqiptare, dhe më dhem zemra që neve po jetojmë jashtë larg fëmijëve tanë, nipave e mbesave, dhe kjo ndarja e familjes. Unë dua forcimin e familjes, forcimin e individit, integritetin ekonomik të tyre, që ato të jenë të pavarur. A kupton? Kjo ka shumë rëndësi, sepse para bukës gojës nuk mund të vi politika apo gjë tjetër, por kam edhe atë që unë do jem e mirë dhe do frymëzoj brezat që të kontribojnë për këtë vend, dhe do jem e keqen me ata që do thyen ligjin, edhe rregullat, dhe që do krijojnë dhe do kërkojnë favore për veten e tyre, duke dëmtuar tjetrin. Kjo është e papranueshme për mua, sepse unë kam qenë një person i njohur vetë dhe e shikoja kur futesh në administrat që më njihnin, do ta bëjmë këtë, jo. Unë dua çdo që të bëni në zbatim të ligjit. Çdo gjë që nuk kam kërkuar kur favore. Më kanë thënë mua do marrësh ti këtë tokën se është pa pronari. Jo. Nuk e kam leju vetes unë të zaftoj tokën, qoftë kur ka qenë pa pronar, qoftë kur ka qenë me pronar. Pra, nëse jeta ime ka treguar që unë kam jetuar me integritet deri tani, do me thënë që nuk e kam lënë për vitet e fundit jetës të korruptohem apo të mos zbatoj rregullat që kemi vendosur si shoqëri, të mos zbatoj kushtetutën e këtij vendi edhe ligjet e këtij vendi. Ira, suksese në misionin tuaj, unë falenderoj për bisedën. Do ngjojmë sërish për protestën, besoj ditët në vazhdim për historinë e saj edhe si do vazhdoj. Falenderoj shumë. Edhe unë faleminderit dhe jam shumë kurioze për reagimin e shikuesve tuaj dhe komentet. I pres me zemër të hapur, qofshin ato dhe kritika konstruktive në drejtimin tim. Jam e hapur për kritikat, sepse ato më zhvillojnë dhe më bëjnë të shikojnë edhe perspektiva të tjera që si kisha parë më përpara. Kështu që ju falenderit të gjithëve, dhe atyre që na mbështesin, edhe atyre që na lavdrojnë, edhe atyre që na kritikojnë, po në mënyrë konstruktive, pa ofendime dhe pa mallkime. Faleminderit. Jeni gjak nxehtë në si popull. Falenderoj edhe unë shumë. Mirupafshim. Faleminderit shumë.